Përshëndetje, më quhem Engji dhe sot të mirëpres në një sesion të veçantë meditimi, siç e lexove në titullin e videos së sotme. Sot do provojmë së bashku një meditatim para pasqyrës. Pse? Sepse kur ti e vendos veten para pasqyrës dhe je duke shikuar veten thellë në sy, neuroshkenca ka vërtetuar që jo vetëm përqendrimi yt rritet më shumë, por afirmacionet që do thuash, që do përsëritesh pas meje, rrënjosen edhe më thellë në subkonsciencën tënde. Dhe siç e dim, nga bota spirituale dhe mësuesit spiritual më të njohur në këtë botë, kur ti e ushqen subkonsciencën me afirmacione të specifikueshme, fiks ato bën realitet në jetën tënde. Nëse këto janë koncepte të reja për ty, të ftoj të mbash mendjen e hapur dhe thjesht ta provosh. Gjëja më e keqe që mund të ndodhin është që more 10 minuta kohë për mirëqenien tënde dhe përsërite disa afirmacione të cilat të përmirësojnë humorin. Në rastin më të mirë, përmirësohet e gjithë jeta jote. Prandaj, le të fillojmë. Të ftoj të marrësh një vend të rehatshëm para pasqyrës dhe të përsërisësh pas meje këto afirmacione. Jeta ime është e dashuruar me mua. Jeta ime më do pafund. Çdo gjë që ka ndodhur deri tash në jetën time ka ndodhur për të mirën time. Nuk ka rëndësi se çfarë besoj, sepse çdo gjë po ndodh për të mirën time. Të gjitha ëndrat e mia po bëhen realitet. Detyra ime vetme është ta lejoj jetën të më sjellë çdo gjë që kam dëshiruar ndonjëherë, si një rrëkej uji që vërshon drejt meje. Unë jam një qenie e bekuar. Unë jam krijuar në shëmbulltyr të Zotit. Unë jam aq e fuqishme sa që në çdo moment të krijoj realitetin tim vetë. Kur jam e lidhur me energjinë e zemrës sime, çdo gjë që dua bëhet realitet.
Të gjitha ëndrat e mia bën realitet. Dashuria që unë dëshiroj vjen drejt meje në bullëk. Jeta ime përfshin atë shumë bullëk pozitiv. Unë jam e pasur. Paraja e gjen gjithmonë rrugën drejt meje. Kudo ku shkoj, unë blej çdo gjë që dua. Unë je lejoj vetes të jem person spiritual dhe të shijoj gjërat materiale. Unë e kam vetë në dorë të ndihem mirë, duke zgjedhur mendimet që më bëjnë të ndihem mirë. Unë çliroj të gjitha blokadat, të gjitha besimet që më mbajnë të lidhur me emocione negative. Unë zgjedhi të jem më egoiste për lumturinë time. Unë zgjedhi të shoh egoizmin si një virtyt, sidomos nëse jam femër. Unë kam lindur që t'jetoj një jetë të mbushur me emocione pozitive. Unë nuk kam lindur që të heq keq. Unë jam e zgjuar. Unë jam e vlefshme në këtë botë. Vlera ime e vërtet nuk qëndron në atë që bëj, apo prej nga kam ardhur, por në personin që jam. Unë e dashuroj personin që jam. Të ftoj të marrësh një frymë të thellë e të nxjerrësh me një pëshëretim. Shpresoj të të ketë pëlqyer ky sesion i vogël. Meditimet para pasqyrës janë
një nga mënyrat e mia të preferuara për ta programuar subconsciencën time në mënyrë që të kem mendime më pozitive për veten, sepse siç e dim, ashtu siç ndihemi për brenda nga ana brendshme, ashtu tërheqim edhe njerëzit të sillen me ne nga ana jashtme. Prandaj, kam ndërmend të bëj më shumë video të tilla për ty dhe të ftoj të më ndjekësh edhe në videot e radhës. Të uroj një ditë të mrekullueshme dhe të dërgoj një puthje gjigande. Ka unë, Angie, shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.